Partia Demokratike në Shkodër këtë të diel të 15 marsit zhvillon procesin e zgjedhjeve për kryetar të degës lokale në kryeqendrën e Veriut, që prej orës 8 mëngjesit demokratët ju drejtuan kutive të votimit në ambientet e teatrit Mexheni, me parimin një antar një vot për zgjedhur të preferuarin e tyre mes Ardit Qylibyrit dhe Gentian Ibros, kandidaturat të cilet më herët ishin zyrtarizuar nga kryesia Partisë Demokratike. Në prononcimin e tyre për media, të dy kandidatët u shprehën që pas këtij procesi, si do të jetë rezultati, Partia Demokratike do të jetë më e bashkuar dhe më solide për të nisur përgatitjet më pas për zgjedhjet lokale. Do ta filloj këtë diskutim lidhje me pjesëmarrjen, duke falendëruar gjithë pjesëmarrësit, gjithë anëtarësinë që ka marrë pjesë dhe një proces që është duke bashkë deri në këto moment është perfekt. Kjo tregon që gjithë anëtarësia është gati që të forcojmë Partinë Demokratike dhe të çojmë në standardet më të larta, që të bëhemi gati për betejat e rrallës politike. Respektoj vendimin e kryesisë në lidhje me debatet. Debate në forumet politike ka pasur dhe ka për të pasur gjithmonë dhe besoj që është marrë vendimi i drejtë. Fund procesit ne të gjithë do jemi bashkë, do jemi gati për sfidat e rrallshme që na presin. Unë kam qenë ai që kam këmbgul që lista më kanë është jashtë dhe kam rënë dakord, kam qenë i parë që kam thënë që nuk do të më hek asnjë. Ta kryejmë këtë proces i cili sot është rëndësishëm, mbrapa mësoj të fillojnë edhe filtrimi i listave, të fillojnë edhe riorganizimi i partisë dhe përgatitja për zgjedhjet lokale të vitit tjetër. Ky është mesazhi që ne i japim Partisë Demokratike dhe strukturave, ne jena bashkë, pavarësisht se debate ka pas do të ketë gjithmonë, ne kemi hallë mbrapa për çdo gjë dhe sot jena për PD-n dhe për strukturat e Partisë Demokratike. Menjëherë pas nisjes së procesit të votimit, pjesëmarrja duke e lartë, ndërsa i gjithë ky proces pritet të mbyllet në orën 18.